të kryeqytetit. Më 9 qershor në amfiteatrin e ri të Bibliotekës Qendrore Universitare në Prishtinë, për mbyllja e edicionit të 15 të Chopin Piano Fest Prishtina, u shënua me një koncert të jashtëzakonshëm nga pianisti britanik Peter Donoghue. Programi i mbrëmjes përfshinte disa nga veprat më të njohura të Frédéric Chopin, si dhe variacione mbi temat e tij të kompozuara nga Ferruccio Busoni dhe Sergei Rachmaninov. Koncerti u prit me interes të madh nga publiku dhe shënoi një përmbyllje dinjitoze të një muaji të mbushur me performanca nga emra të mëdhenj të pianos ndërkombëtare. Sot kemi pas edhe një aktivitet tepër të rëndësishëm së bashku me ambasadën suedeze, me organizatën X, e cila mbështetet përmes projektit Human Rightivism nga ambasada dhe Community Development Fund, sepse kemi diskutuar një çështje tepër të rëndësishme siç janë të drejtat e punës për artistët, të cilët për fat keq sidomos për ata që janë të vetë punësuar dhe që janë të lirë, pra që nuk punojnë në institucione. Prandaj falenderoj përzemërsisht dhe ata janë pjesë e kësaj feste që sonte po e përmbyllim edicionin e 15. Jemi shumë të nderuar që maestro Peter Donoghue nga Mbretëria e Bashkuar është së bashku me ne sonte përsëri, është për herë të 5 me ne, ai praktikisht është bërë rezident i festivalit. Do me thënë, thjesht ai ka dëshirë çdo herë të vijë. Ka qenë 4 herë në Prishtinë dhe 1 herë si Chopin Piano Fest përfaqësues në Tiranë. Do me thonë, thjesht është një pashuri e festivalit tonë, jemi shumë të lumtur, dhe mundem me ju thonë se dëshirojmë të vazhdojmë, që se spritoni ju, spritojmë as ne, ashtu që edhe në të ardhmen shpresoj se do të kemi mbrëmje shumë të bukura, po përsi. Në mesin e të pranishmëve ishin edhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama së bashku me bashkëshorten e tij, të cilët ndoqën nga afër mbrëmjen finale të festivalit. Polonisë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francë, Itali, vende të ndryshme të botës që vinë këtu edhe një farë mënyrë edhe bin dashnin të ne, po edhe bin në dashni me kryeqytetin. Prandaj jam falenderues të gjithëve që na krijoni këtë atmosferë të mrekullueshme këtu në kryeqytet, e posaçërisht të gjithë juve qytetarë të dashur të kryeqytetit që jeni këtu, normal me siguri këtu ka edhe të pjesëve të tjera të vendit që na bashkoheni çdo vit. Kryeqyteti me punët që ne po i krijojmë këtu në kryeqytet, faktikisht edhe njëra prej pikave kyçe është vizioni ynë që kryeqyteti të shndrohet në një vend i artit dhe i kulturës, në një vend ku edhe mundemi që t'u ofrojmë qytetarëve tanë, pra rreth një muaji tash me Chopin Piano Fest kam pas mundësi me mira qytetarë që të jenë ashtu pjesë e këtyre mjeshtërve të mëdhej, pra të ndëgjojnë muzikë të mrekullueshme, tinguj të mrekullueshëm të niveleve më të larta botërore, duke ju falenderuar organizatorëve këtu, duke ju falenderuar këtyre mjeshtërve të mëdhej që na japin këtë mundësi për qytetarët tonë këtu në kryeqytet. Po ashtu një falenderim i veçantë edhe maestro sot që do të jetë këtu, zotit Peter Donoghue, i cili tash vetëm se është në dashni me kryeqytetin edhe siç përmendi edhe Besa që është hera e 5 që ai është këtu e që na nderon sa herë që vjen këtu në kryeqytet dhe jemi shumë falenderues për energjinë e tij pozitive, kreative, po ashtu edhe është bërë një ambasador i vërtet i kryeqytetit tonë sepse flet për ndjenjat e tij kur performon këtu pranë jush me juve, edhe ajo ndjenjë e shtin që të kthehet pra çdo vit e më shumë. Prandaj po ju falenderoj të gjithë artistëve këtu për këtë dhuratë që na e dhojnë çdo vit, po ashtu edhe organizatorëve për punën e mrekullueshme që e bëni këtu për qytetarët tonë dhe për dashurinë e të gjithë qytetarëve këtu për artin, për kulturën që e bën këtë qytet, pra kryeqytetin tonë e bën një vend të jashtëzakonshëm.
Me një interpretim teknikisht të saktë dhe emocionalisht të thellë, Donohue solli një mbyllje të denjë për një festival që prej vitesh ka sjell emra të njohur të pianos botërore në Kosovë. Nuk është plotësisht të saktë të them që luaj vetëm Chopin. Megjithatë, e gjej Chopinin si një nga kompozitorë më kërkues për piano në shumë mënyra. He more or less invented the modern piano playing style. Ai më shumë se askush tjetër shpiku stilin modern të lojës në piano. Muzika që ka qenë para tij është krejt ndryshe dhe shumica e muzikës që ka ardhur pas është unike në mënyrën e vet. Ai qëndron i vetëm si një rebel. And for me that's been Për mua kjo ka qenë një sfidë shumë e madhe, paksa si Mozart, por në një mënyrë tjetër. Edhe Mozart është jashtëzakonisht unik. Për mua, këta dy kompozitorë janë më të vështirët nga ana muzikore dhe teknike. Është kënaqësi ta luaj këtu, sidomos sepse festivali mban emrin e tij. and I came here, I think it was Kur kam ardhur për herë të parë në Prishtinë, mendoj se ishte në vitin 2010. Ndryshimet në qytet që nga atëherë janë të pabesueshme, sidomos nga 2010 deri para 2 viteve. Qyteti ka ndryshuar shumë dhe më pëlqen të jem pjesë e këtij ndryshime, të shoh se si ndodh. Njerëzit janë shumë të mirë. Ky është një program shumë i mirë, një kombinim i veprave që tregojnë ndikimin e Chopinit te kompozitorët e mëvonshëm. Gjithashtu është një eksplorim i veprave të tij të fundit. Për mua, valsi Bach është ndoshta vepra e tij më e madhe. Është një udhëtim emocionues që shpresoj të jetë i tillë edhe për audiencën. I suppose it feels different, but you know the honest truth is I didn't realize. Nuk e kisha kuptuar që ky koncert është ceremonia përmbyllëse e festivalit. Mendova thjesht se është një koncert tjetër. Kur e zbulova dje, ishte një surprizë e bukur. Është shumë e rëndësishme për mua të jem në këtë festival, qoftë në hapje, mbyllje apo në mes të tij. Më bën shumë kënaqësi të jem këtu. Maybe too many. It's not so special. Ndoshta performanca në salla të mëdha nuk është më aq e veçantë, sepse njerëzit janë mësuar me to dhe ka shumë artistë emra të mëdhenj. Kjo kulturë e famës në fakt po shkatërron botën e artit, përfshirë edhe filmat edhe letërsinë. Shumë artistë bëhen më shumë celebrities se sa krijues të vërtet. Në një vend ku nuk ndodh kjo, është kënaqësi e madhe, sepse çdo moment ka më shumë vlerë për njerëzit që e dëgjojnë, përveç atij që po përshpëriste gjatë gjithë koncertit. It's more special to the people who listen, except for the one who whispered all the time. It is my life, and I'm very used to it. Performanca në skenë është jeta ime. Jam shumë i mësuar me këtë, por kur nuk bëhet rutinë ose pa nerva. Gjithmonë ka një element tensioni, që mendoj se ndihmon muzikën. Nëse ndonjëherë bëhet rutinë, atëherë do të ndaloj, sepse atëherë nuk ka më kuptim. It's not in any way routine for me yet. If it ever becomes so, I'll stop, but it's not.